u votua nga qytetarët për ta bërë qeverinë? Po, për bindjen time, rezultati është inkurajues, për shkak se qytetarët e Kosovës nuk i kanë dhënë mundësi lëvizjes vetëvendosje me qeverisë vetme, edhe kjo është mundësi për partitë opozitare që me ndalë atë qush edhe ata vete kanë quajtur, se qafjen në të cilën po dërgonte shtetin kryeministri aktual. Cilat kanë qenë këto, domethënë na kemi që partitë e opozitës kanë garu si subjekte të ndame, apo mirë po nëse ka ekzistu, sepse rezultati zgjedhor nuk është veç rezultati premtimeve dhe diskusit të fushatës zgjedhore. Rezultati zgjedhjeve është për bindjen time një lloj rezultati për 4 vjet zhvillime politike. Nëse ka ekzistu një sentiment i përbashkët politik, unë besoj që mujna me folë për një sentiment të përbashkët të partive të opozitës që mos me vazhdu qeverisjen Albin Kurti. Unë besoj që ekziston një sentiment i tillë edhe sot. Edhe pse edhe në subjekte politike s'po e thonë se kjo domosdoshmërisht edhe është arsyeja kryesore. Po diskutoja me zotin Abdiziku që thash, vota për ju është edhe vot kundër Kurtit, tha ne nuk e dim këtë. Dëgjom, edhe nëse e te i kalojmë një gjohë tillë e vërtetë është që kush ka votu për LDK-n, domethënë ka votu ti mundesh me thonë kontratën që unë ja kam propozuar njerëzve etj. Po, kjo është e vërtetë. Po edhe nëse e sheh për nga domethënë botkuptimet, unë nuk shoh dallime shumë të mëdha as ideologjike midis LDK-s, PDK-s e AK-s. Qoftë ka për mënyrës që shohin ekonominë, qoftë për mënyrës që për shembull kanë diskutuar këta për rrezikun që i kanë osët Kosovës nëse prishen marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara ose me Bashkimin Evropian, qoftë prej cënimit që i bëhet lirisë të fjalës edhe ndarjes pushteteve prej pushtetit aktual. Domethënë, krejt këto gjëra që e kanë karakterizuar 4 vjet qeverisje, këta janë në një gojë, apo? Edhe unë besoj që gjoja ma normale është me post një qeveri të opozitës. Aq ma tepër që qush me thonë një gjotë tillë nuk është veç legale, është edhe legjitime. Është edhe shumicë popullore, edhe shumicë parlamentare. Apo? Dhe pse nuk është e lehtë se radha i takon të parit. E vërtet, atë dhe i pari ka fituar 2 fish më shumë, s'paku 2 fish më shumë vota se i dyti, ose edhe e vërtet, këto unë mujmë të përgjigj me çka na thoi ke vet Albin Kurti kohë më parë, që demokracia është jo kush mrrin i pari, po kush e bën shumicën kuvend, apo? Mirë, po çka po besoj që nashta e vlen me trajtu është që një lloj hezitimi që ti e vren, jo veç të subjektit politike, po edhe në opinion publik, pse nuk duhet, pse nuk plot njerëz nuk sugjerojnë një qeveri eventuale të opozitës, është një lloj frike që mos po përsëritet historia e zgjedhjeve të vitit 2021. Unë mendoj që çito duhet me trajtu nashta për diskutimin. Po, dhe thënë këto, unë me njerë do të alëshë një video nga zoti Lumir Abdiziku, nga biseda që kishim të ejnëtën këtu në Rubikane, para pra pas zgjedhjeve, ku a i fletë se a duhet bërë një qeveri të opozitës, apo duhet LDK-ja të qëndrojnë opozit. Video nëmër 4. Preferenca pare LDK-s është qëndrojnë opozit. Du të kuptoni këtë gjë. Pra nuk është preferenca pare LDK-s të bëj çfarë do qeverie. Preferenca pare LDK-s është qëndrojnë opozit. Kjo është preferenca parë. Edhe me kushtin që mbetet vetëvendosjen për Në pasnjë, s'ka lidhje, ajo është verdikti i popullit të Kosovës, s'është më verdikti joni. Kemi provu që 4 vjet, kam bërë fushat, kemi bërë fushat gjithandej Kosovës, çdo shtëpi, kemi bërë përpjekje për të bindur popullin e Kosovës. Populli i Kosovës ka vendosur kështu, populli i Kosovës duhet të respektohet si tillë. LDK-ja preferencën e parë ka opozitën. Ta mbani mend këtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra ne dëshirojmë që ndrojmë në opozitë. Që ndrojmë të punojmë